Mirëmbrëma, mirë se vini në Shënjestër, mirë se vini në News 24. Zëvendës kryeministra dhe njëherëzi ministra e infrastrukturës dhe energjetikës zonja Belinda Balluku është zyrtarisht person në hetim nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera që lidhet me tunelin e Llogaras. Ajo është zyrtarja më e lartë në detyrë e cila është duke u hetuar nga ana e strukturës antikorrupsion e pritet që brenda kësaj jave të përballet me prokurorët e posaçme të njihet njëherëzi edhe me provat që ata kanë kundër saj. Belinda Balluku do duhej në fakt të paraqitej në prokurorinë e posaçme ditën e djeshme, por përmes një shkrese dërguar nga ekipi i mbrojtësve ligjor ka lajmëruar se të gjitha gjasat janë që të paraqitet ditën e premte, kur njëherëzi në gjykatën kushtetuese do dalë edhe Erion Veliaj, ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili kundërshton edhe shkarkimin nga detyra. Çfarë kanë gjetur prokurorët për Belinda Ballukun, cili është tenderi apo tenderat që ata e kanë vënë në akuzë? Përse zonja Balluku nuk shkoi njëherë përpara prokurorëve të posaçëm, pra me njëherë sapo ata e thirrën, por fitoi kohë ose po përpiqet të fitojë kohë dhe se si po shfaqet ajo e qetë përpara kamerave duke u përpjekur të thotë se gjithçka po shkon si duhet. Kryeministri përmes një interviste në Deutsche Welle duket sikur e ka lëshuar Belinda Ballukun. A do të jetë ajo në postin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, apo do ta vijojë pa këto detyra betejën e saj me drejtësinë shqiptare? Për këtë temë do të flasim sonte në emisionin në Shënjestër dhe do të kem të ftuar dy kolegë, Aranita Brahan nga Open Data Albania, mirëmbrëma Aranita, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe Julian Hoxha nga Syri Televizion, emisioni Plu, mirëmbrëma Julian, mirë se erdhe. Për herë të parë në emisionin në Shënjestër. Faleminderit. Përpara se të ndalemi te biseda në studio, stafi i emisionit në Shënjestër ka bërë një profil të zonjës Belinda Balluku, se si ajo hyri në Partinë Socialiste, si arriti të bëhej një ndër zonjat më të rëndësishme të kësaj force politike e të kishte një pushtet të pakufi e po ashtu akuzat e ashpra që vinë në drejtim të saj fillimisht nga opozita, por tashmë edhe nga Prokuroria e Posaçme. Ndjekim materialin. Ajo ishte vetëm një foshnjë disa muajshe, kur Beqir Balluku, gjyshi i saj nga ana e babait, në atë kohë ministri i mbrojtjes popullore dhe një nga njerëzit më të besuar të Enver Hoxhës, u godit dhe më pas u arrestua si pjesë e grupit fuqis në ushtri, dhe nuk ishte mbushur ende 2 vite jetë, kur ajo pushkatua më 5 nëntor 1975. Dënim që nuk do të kursente as pjesëtarët e tjerë të familjes, midis tyre padyshim edhe djemtë e Beqir Ballukut, të cilët pas pushkatimit të babait u internuan në Celenicë të Vlorës. Aty ku dhe Belinda kaloi adoleshencën e saj deri në vitin 1990, koha kur familja kthehet nga internimi i gjatë dhe vendoset përfundimisht në Tiranë. Një histori pak a shumë e ngjashme si ajo e shumë shqiptarëve, të cilët vuajtën pasojat në regjimin më të egër komunist në Evropë. Enver Hoxha nuk kurseu as kundërshtarët e tij politik, shumë prej tyre të shpikur nga mendja e tij e sëmur, por as anëtarët dhe familjet e byros politike i kishin shërbyer me devotshmëri dhe që për kalkulime të tija djallëzore politike po i mbulonte kohë pas kohe me dhe, duke i spastruar nga aparati burokratik i regjimit të hekurt që kishte instaluar në Shqipëri, ashtu siç bëri edhe me familjen Balluku. Pjesa e mbetur, e cila pasi doli gjallë nga ai sistem, mbi emri i tyre dukej se do të mbetej thjesht në kujtesën e një kohe të caktuar dhe do të lidhej gjithmonë me figurën e Beqir Ballukut. Dhe askush nga pinjollët e kësaj familje nuk do të kishin aspiratën të ishin në vazhdim pjesë e politikës aktive me zhvillime demokratike në vend. Armiku Beqir Balluku do t'ja hidhë dhe ka zhvill. Por ndryshe, nga shumë të ngjashëm, të cilët të zgjodhen të kalonin në heshtje të shkuara në familjeve të tyre, Belinda Balluku kishte një tjetër mendim për politikën. Pavarësisht se Partia e Punës i kishte vrarë gjyshin dhe persekutuar familjen, në vitin 2004, ajo pa të kthehej dhe t'jepte kontributin aty ku gjyshi i saj e kishte lënë, në rrënjet biologjike dhe ideologjike të Partisë BI. Në Partinë Socialiste, të rithemeluar në Kongresin e 10 të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbajtur në vitin 1991. Miratohet, partia quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Belinda Balluku, deri në këtë kohë pa dëgjuar si emër, që i bashkohet kabinetit Edi Ramës në mandatin e tij të parë si kryetari i Bashkisë së Tiranës, fillimisht si këshilltare për marrëdhëniet me publikun dhe më pas si drejtore e kabinetit të kryetarit të Bashkisë, ku në vitin 2006 ajo fitonte tesërën e Partisë Socialiste. Një karrierë krah Ramës, e cila do të mbetej e tillë në nivele deri në vitin 2013, koha kur Partia Socialiste do të vinte në pushtet pas një mungese 8 vjeçare.
Këtu ku fillon dhe shkëlqen edhe ylli tjetër i Belinda Ballukut. Sërish, edhe më ngushtë me Edi Ramën, e cila si bashkëpunëtore e vjetër që nga koha kur ky ishte kryetari i Bashkisë Tiranë, me ardhin e tij si kryeministër i Shqipërisë, fillon të marrë dhe shpërblimet e para për meritat e besnikërisë, duke u katapultuar kësaj shpejt edhe në postet më të rëndësishme administrative, postet të cilat edhe financiarisht quheshin të majme. Ashtu si në shtatorin e vitit 2013, kur Balluku u emërua në postin e drejtores së përgjithshme të Alp Control, një institucion i përfolur gjatë kësaj kohe për afera të shumta korruptive, abuzime me tendera për fasadën, por që nuk u hetuan kurrë, ndërkohë që nuk munguan as akuzat për shpenzime luksi. Shpërdorime të jashtëzakonshme, të cilat nuk e penguan as pak Edi Ramën, që jo vetëm ta rehabilitonte Belinda Ballukun, por dhe t'i jepte pozicione edhe më të rëndësishme në qeverinë e tij, aty ku në fakt parat gëlonin lum. Rama, që në vitin 2019 do ta emëronte Belinda Ballukun në postin e ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, një ministri e cila edhe pa Ballukun ishte përfolur shpesh për korrupsion masiv, por që askush nuk ishte guxuar të hynte dhe të hetonte në minierën e skandaleve që ndodhnin në këtë ministri. Belinda Balluku, e cila njëkohësisht ngjit me hap të shpejt edhe shkallët në partinë, e cila ndërkohë pastrohej nga Rama për t'i hapur vend të rinj besnik të tij, duke krijuar kështu jo vetëm enturazhin e tij politik, por dhe të korruptiv, të cilët jo vetëm do t'i mbante fort pas vetes, por do të besonte edhe firmën. Një taktikë kjo për të shpëtuar veten nga drejtësia, ashtu sikur se bëri edhe me Belinda Ballukun, të cilën pasi e ngriti në nivelet më të larta partijake duke i besuar zonat të rëndësishme elektorale, në vitin 2022 e bëri edhe zëvendës kryeministre, detyrë të cilën ajo e ushtroi krahas asaj të ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, në një kohë të shoqëruar me skandale të panumërta që lidhnin qeverinë ku ishte numri 2. Akuza që nuk lidheshin vetëm me paraardhësit, por edhe me vetemrin e saj në krye të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, si dhe me shumë koncesione që mbajnë firmën e saj. Denoncime që përfunduan shpejt edhe në SPAK, por që pavarësisht këtyre akuzave të forta në adresë të saj, Belinda Balluku u rikonfirmua si numri 2 i qeverisë dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, pasi korripitore si drejtuese politike e qarkut fier në zgjedhjet e 11 majit 2025, duke siguruar 12 mandate deputeti. Por teksa të gjithë e shihnin Belinda Ballukun si gruan e paprekshme në qeveri, News 24 raportoi lajmin që duket se e kapi në befasi edhe kryeministrin. Lajmin se tashmë krau i tij i djathtë ishte nën hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera, ku në adresën e numri 2 të qeverisë, prokurorët e posaçëm kishin dërguar një ftesë për paraqitje dhe i njoftonin se duhet ishte shoqëruar nga një avokat. Ndërkohë që paralelisht agjentët e BK-s kthyen përmbys shtëpinë e 2 prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Belinda Ballukut, duke u marrë celularët si dhe prova të tjera të vlefshme për hetimin. Belinda Balluku që reagoi nga Zvicra, por pa u ndalur asnjë moment tek hetimet e SPAK. Shumë mirë do ishte që të bënim rrugtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri dhe do ta bëjmë në të ardhmen përmes korridoreve hekurudore europiane, ku Shqipëria do të bëhet pjesë, ashtu siç po bëhet dhe me autostradat. Por teksa ministri Balluku fliste nga treni në Zvicër, por jo për stacionin e saj të radhës ku do të ndalej, në këtë rast atë të SPAK, kryeministri Rama nga Berlini, teksa prononcoi për Deutsche Welle, foli edhe një herë për prezumimin e pafajësisë, duke i dalë në një mënyrë në mbrojtje numrit të tij 2 të qeverisë. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës. Akuza për tunelin e Llogaras, që në fakt nuk ishin të panjohura. Kjo, pasi më 12 gusht 2024, grupi parlamentar i Partisë Demokratike depozitoi në SPAK një kallëzim ndaj Belinda Ballukut, si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Denoncim që lidhej me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras në aksin Orikum-Himar, si pjesë e autostradës Vlorë-Sarand, një nga më të kushtueshmet sot në vend, por që edhe ky me sa duket se nuk i shpëtoi si motrave të tij, të lara me flori. Tendera me vlerë fondi limit 190 milion euro, punime me afat realizimi 37 muaj nga lidhja e kontratës, ku data e fundit e dorëzimit ofertave, e mbajtjes dhe shpalljes së fituesit të tenderit, duhet të ishte data 12 shkurt 2021. Por që çuditërisht, ky tender, edhe pse kishte 6 ofertues, ku oferta më e ulët ishte ajo e kompanisë Gjoka Konstruksion në vlerën 140 milion euro, u anulua. Kjo, pasi Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e drejtuar nga Belinda Balluku, i cilësoi ofertat si të papërshtatshme. Arsye kjo për të shpallur dhe një herë procesin e tenderimit.
i cili, nga sa shikohet, nuk vonoi. Pasi më 26 qershor 2021, jo më larg se 4 muaj nga anullimi i tenderit të parë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës rihap edhe një herë garën për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Anullimi i tenderit të parë dhe rihapja e procedurave për herë të dytë, që nga sa vjet e re në vazhdim është vetëm një manovër për t'i hapur rrugë një kompanie turke, e cila del se u shpik vetëm për atë që do të ishte tenderi i radhës. Kompania e cila rezulton se kishte një kapital qesharak për vetëm 1.000 lekë të reja, dhe që do të shërbente në vazhdim si një prestanome për të mbuluar kompaninë Gjoka Konstruksion, e cila në të vërtetë ishte ajo që kryen punimet si nën-kontraktore në tunelin e Llogaras. Gjë që vjet re dhe nga makinat e tonazhit të rënd, si dhe punonjësit që mbajnë të loguar emrin e kësaj kompanie. Garë e cila u mbyll më datë 28 korrik 2021. Tender ku morën pjesë 5 kompani, nga të cilët i vetmi që kualifikua ishte Bashkimi i Operatorëve Ekonomik, BOE, Intekar i japi turizëm elektrik dhe ASL Insat Tahut, operator që u shpall fitues më datën 8 tetor 2021 me ofertë rreth 170 milion euro. Kuçuditërisht, Gjoka Konstruksion, edhe pse kishte ofruar vlerën më të ulët për ndërtimin e tunelit në tenderin e parë, nuk futet në garë në tenderin e dytë. Ndërsa ajo që habitet edhe më shumë është se Bashkimi i Operatorëve Turq, që është edhe oferta fituese, kishte ofruar 30 milion euro më shumë se sa oferta që kompania Gjoka Konstruksion kishte paraqitur në procedurën e parë të tenderimit për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Por ajo që bie në sy është fakti se Intekar japi turizëm elektrik dhe ASL bëhen bashkë vetëm një muaj pasi ishte shpallur fituesi i tenderit, ku në marrëveshjet e bashkëpunimit thuhet se shoqëria do ta fillojë dhe do ta mbyllë jetën e saj me të filluar dhe përfunduar tuneli Llogaras, dhe përqindjet do të jenë 30 me 70, ku pjesën më të madhe të kapitalit do ta mbajë ASL. Janë pikrisht këtu, aty ku nisin edhe fijet komprometuese të lidhjes së kompanisë turke fituese me atë Gjoka Konstruksion. Pasi nga gjetjet në qendrën kombëtare të biznesit del se dokumentacioni për regjistrimin e shoqërisë është përpiluar nga shtetësia Rovena Dorzi, e cila del se është juriste në shoqërinë Gjoka Konstruksion, dhe se regjistrimi i shoqërisë Intercar ASL në regjistrin tregtar është bërë në datë 23 nëntor 2021, ku nga janari vitit 2022 deri më korrik 2024, Ministria e Belinda Ballukut ka bërë 36 pagesa në vlerën 170 milion euro, të cilat janë verifikuar dhe nëpërmjet degës së Thesarit në Tiranë. Intekar, që rezulton se nuk ka asnjë licencë për kryerjen e punimeve të tilla, por që ka arritur të fitojë 23 milion euro nga ndërtimi i tunelit të Llogaras, teksa referuar zërave të shpenzimeve del se mbi 85% janë pagesa të kryera për nën-kontraktim, në këtë rast për kompaninë Gjoka Konstruksion. Ndërkohë që dyshimet më të forta, ashtu si edhe në rastet homologe, janë se fituesi i tenderit është i paracaktuar. Për të pasur këtë indicie, shërben dhe një takim i mbajtur në kryeqytetin e Turqisë Ankara, ku thuhet se u vendos te kompania fituese në këtë rast Intekar, si edhe vlera e kontratës për 170 milion euro. Takim që mban datën 3 qershor 2021, vetëm 3 javë para se të shpallej rihapja e tenderit për tunelin e Llogaras, pas anullimit të tenderit të parë. Ku të pranishëm janë kryeministri Rama dhe ministra e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku. Takim referuar postimit të ministres Balluku me kompanitë e ekselencës në fushën e teknologjisë dhe infrastrukturës për të implementuar pjesë të rëndësishme të programit zhvillimor, ku i pranishëm është edhe zëvendës kryeministri Erben Ahmetaj, i cili në atë kohë ishte në muaj mjalti me kryeministrin Rama, por që pas nisjes së një hetimi nga SPAK në drejtim të tij, ai e pa veten pjesë e një komploti brenda partisë, e kështu të nisë dhe të thyej heshtjen. Ku gjatë një interviste televizive më datë 29 korrik 2024, ai pohoi se fituesi i tunelit të Llogaras është paracaktuar pikërisht në takimin që kryeministri Edi Rama dhe ministrja Belinda Balluku patën në Ankara në qershorin e vitit 2021. Belinda Balluku është plaçkitësja më e madhe e buxhetit të shtetit. Në llogaritjet e mia, duke marrë dhe referencat e drejt për drejta nga bizneset sot, dëmi që ka shkaktuar sot Belinda Balluku në buxhetin e shtetit është dyfish më i madh se dëmi i shkaktuar nga tërmeti i vitit 2019, ku keni parë ju që të jenë trafishuar çmimet e rrugëve. Merrni Unazën e Tiranës, 15 vjet ka zgjatur më shumë se një tunel në Zvicër, sepse siç thon poshtë lart kompanit, na shkatërroi, na merr 30-40%. Ta verifikoj SPAK. Vetëm tuneli i Llogaras ka gëlltitur baraz me 2 incineratorë, atë të Elbasanit dhe Fierit, dhe baraz me 15 shkolla të mëdha, pra me një të gëlltitur të lapsit, fap. Siç thot kreu i organizatës, janë gëlltitur nga plaçkitësja. Sot qeveria është formati 5D i Bashkisë së Tiranës, por nuk është formati 5D, por është 5B, sepse plaçkitësja më e madhe e buxhetit ka emëruar 5 ministra,
2 në bashkëpunim me eksponentët, 5 ministra për të plotësuar zinxhirin e plaçkitjes. Tuneli i Llogaras është pikërisht një aferë korruptive. Një kompani shqiptare shumë dinjitoze ka garuar në tender, e ka fituar, ja kanë anulluar. Pasi janë bërë takime në Ankara, ju hoq tenderi Gjoka SHPK me presion dhe ju tenderua për 190 milion euro me kursin e sotëm një kompanie turke, një procedurë e parapërgatitur që e merr Intercar SL, kombinim turk që nuk ka sjell asnjë makineri në Shqipëri, por gjithë punën e ka bërë Gjoka, pra punën e bëri e njëjta kompani që ju anullua. Por si mundi SPAK të siguroj prova kundër Belinda Ballukut e ta bërë atë në akuzë, duke u bërë kështu zyrtarja më e lartë në detyrë që ka hesape të hapura me drejtsinë, dhe të shkonte nga emri e Evis Berberit, ish drejtuesi i autoritetit rrugor shqiptar, te emri ministres Belinda Balluku. Evis Berberi, që do të ishte një prej njerëzve të saj më të besuar, i cili ndërsa drejtonte autoritetin rrugor shqiptar, tenderat që zhvilloheshin nga ky institucion ishin me flamur të kuq, që nënkuptonte risk të lartë për korrupsion apo paracaktim të tyre. Gjetje që në pranverën e vitit 2024 e quan në pranga në ndyshimet për akuzën e korrupsionit. Ku sipas SPAK, ai zotronte në mënyrë të tërthort kompaninë DAM, e cila fitonte tendera në institucionet që drejtonte i besuar i Ballukut. Celularët që ju sekuestruan Berberit dhe gruas së tij, që duket se ishin një minier ari për hetuesit, të cilët zbuluan mesazhe që besohet se kanë lidhur zëvendës kryeministrin Balluku me aferën e ndërtimit të tunelit Llogaras. Mesazhe që duket se kanë implikuar edhe zyrtar të tjerë të lartë që janë tashmë në hetim. Por që me sa duket, historia nuk ndalet vetëm te tenderi për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Tuneli i gjatë 5.9 kilometra, dyshimet për korrupsion, u shtuan shpejt edhe tenderin për supervizimin e këtij tuneli. Pasi në prill të vitit 2025, SPAK nisi një hetim për të zbuluar abuzimet që janë bërë në ndërtimin e kësaj vepre të infrastrukturës rrugore, duke sekuestruar dokumentet e kompanisë Hill International NV. Dyshimet e para, të cilat filluan që me shpalljen e hapjes së garës për tenderin për mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e tunelit Llogaras, me një fond limit prej 2 milion euro, nga e cila vinte më njëherë pas shpalljes së fituesit të ndërtimit të tunelit, ku në tender do të merrte pjesë bashkimi i kompanive Staki Ltd dhe GeoConsult & Co, si dhe bashkimi i kompanive Hill International HV dhe Net Group SHPK. Staki Ltd dhe GeoConsult & Co, të cilët u skualifikuan pasi nuk plotësonin një nga kushtet e kërkuara në tender. Tender që pa fitues në prill të vitit 2022, bashkimin e operatorëve Hill International MB dhe Net Group SHPK. Por që nga hetimet e kryera nga prokuroria e posaçme rezultoi se kriteret e vendosura tek dokumentet standarde të tenderit janë përgatitur nga përfaqësuesi i shoqërisë holandeze Hill International NV, shtetasi grek Ioannis Kirkinesis. Shoqëri që ka marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi si bashkim operatorësh ekonomik Hill International MB dhe Net Group SHPK. Por, po të shikosh me kujdes se kush fshihet pas kompanisë Net Group SHPK, do të fillosh të kuptosh edhe lidhjet që të çonte ministri Balluku. Kjo pasi kompania Net Group SHPK është në pronësi të Valter Begaj, dikur ortak me Evis Berberin, ish drejtori në autoritetit rrugor shqiptar në kohën e zhvillimit të tenderit. Evis Berberi dhe Valter Begaj, që arrestuan më 13 mars 2024. Begaj, që dilse është përfituesi kryesor i shumë tenderave të përgatitur nga autoriteti rrugor shqiptar, aty ku në kryet e këtij dikasteri qëndron miku dhe ortaku i tij Evis Berberi, njeriu që shfaqet në krah të ministres Balluku në çdo vepër publike të shtrenjtë rrugore. Evis Berberi dhe Valter Begaj, që rezultonin të kishin një njohje më të vjetër midis tyre se sa koha kur i pari të ishte drejtor në autoritetin rrugor shqiptar, ku pas emrimit në këtë postë Evis Berberi i kishte shitur Valter Begaj për 1.7 milion euro aksionet e tij te kompania DAAM, aksione që Berberi i kishte blerë për vetëm 800 euro, ndërkohë që ortakria midis tyre u pa të shëndoshej edhe në vazhdim. Teksa kompania Net Group SHPK, në pronësi të Valter Begaj, është pikërisht kompania që ka fituar më shumë tendera nga RSH, gjatë kohës që ky autoritet rrugor drejtohej nga Evis Berberi. Të ardhurat që më pas merrnin rrugën te kompania tjetër në pronësi të Begajt. Kompania DAM, që pavarësisht shitjes në dukje, kontrollohej po nga Evis Berberi, siç ishte njëri ndër to edhe supervizimi i punimeve në tunelin e Llogaras. Valter Begaj dhe Evis Berberi, që sot ndodhet pas hekurave në akuzën për korrupsion dhe pastrim parash, nga ku rezulton se Evis Berberi ka qenë personi që ka orientuar shtetasin grek Ioannis Kirkinesis që të bashkëpunojë me administratorin e shoqërisë shqiptare Net Group Valter Begaj për të krijuar marrëveshje bashkëpunimi për të marrë pjesë si bashkim operatorësh në këtë procedurë prokurimi. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër. Julian, do ta nisim së bashku.
pristit lajmin se Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe një nga ministret më të rëndësishme të qeverisë Rama 4 mund të ishte nën hetim e ndaj saj tashmë është ngritur një akuzë zyrtare, siç është ajo të paktën sa është bërë publike deri më tani e shkeljes së barazisë në tendera. Të jemi sinqertë dhe ndonë se është krijuar një lloj psikologjie e përgjithshme në publik se Belinda Balluku është një nga njerëzit e paprekshëm, si kundë thuaj dhe për ish numri 2 tjetër të Partisë Socialiste Erion Velia që sot ndodhet në qelitë e paraburgimit. Unë kam disa muaj që pres fakt që për të së paku do të kishte një lloj hetimi dhe do të kishte një lloj përgjegjësie penale. Përse? Duke nisur nga fakti që Belinda Balluku sot, përtej njeriu më të fuqishëm të Partisë Socialiste, numri 2 të qeverisë, është edhe njeriu që ka menaxhuar dhe në një farë mënyrë edhe keq menaxhuar më shumë se çdo ministër apo zëvendës kryeministër tjetër financat publike në këtë vend. Janë disa afera për cilat në publik flitet pak, por janë një seri e madhe tendrash që lidhen me tendrat e rrugëve kryesisht. Janë afera të pastra. Tendrat e energjisë janë afera të pastra. Janë afera që nëse pak do të shkoj deri në, po themi, në indin e fundit të korrupsionit, do të arrijë të shkrijë, po themi, gjysmën e administratës publike që në një farë mënyrë drejtohet nga Belinda Balluku. Pra, nëse Arben Ahmeti tha që është 5B-ja e qeverisë, unë po ju them që nga aq sa kam parë, jo vetëm në ministrinë e saj, por edhe në drejtoritë varëse, drejtoritë të rëndësishme, OSHE, OSSH, drejtori ujësjellësash, që ndoshta do të flasim, që janë sot mbi 600 milion euro borxh, sepse menaxhohen gjithashtu nga Belinda Balluku, janë gropa të mëdha thithse të financave publike. Ndalemi pak Julian, se më pas do shkoj dhe tek Aranita, duke qenë e kam ftuar dhe e kam përdorur në fakt shumë të gjithë punën e saj, red fleket që ka vënë tek tenderat, po duhet të ndalim pak tek tuneli Llogaras. Mund t'ja themi thjesht publikut si ky tunel, pra më saktë si u bë tenderi, si u zhvillua, si u anullua herën e parë, si shkoi në duart e turqëve herën e dytë, kush janë dyshimet paktën të bëra publike deri më tani, sepse prokuroria do duhet të presim për të parë edhe gjetjet e prokurorëve, për të parë edhe çfarë ndodhet në atë dosje që mendohet edhe thuhet se është shumë voluminoze. Tenderi i tunelit të Llogaras, po do të them në fillim për një lloj paranteze që tuneli i Llogaras dhe drita, po përdor një metaforë në fund të tij, mund të çojë pas sekrave jo vetëm zëvendës kryeministre, por edhe vetë kryeministri. Dhe nëse SPAK do ta hetoj këtë aferë në të gjithë elementet e saj, më besoni, po ju them sepse kam parë dokumenta, të cilat tregojnë që kjo është një aferë e pastër korruptive. Sa i përket tenderit, sigurisht që është një nga tenderat më të dyshimtë në historinë e infrastrukturës shqiptare. Është një nga rrugët 6 km rrugë që ka kushtuar 200 milion euro pra për vetëm 6 km tunel. Sigurisht që tunelet edhe janë të kushtueshëm dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Po më shpjego pak thjesht si u anullua tenderi i parë që mund të kalonte te kompania Gjoka Konstruksion, më pas kaloi në duart e turqëve dhe ka edhe një akuzë publike të bërë nga zoti Ahmetaj nga Aratia. Një nga arsyet pse janë anulluar zakonisht tenderat me shuma të tilla financiare në Shqipëri ka qenë për shkak sepse kompanitë shqiptare nuk kanë kapacitet për t'i përmbushur. Ndaj dhe sot tenderat e rrugëve në Shqipëri prokurohen me lote. Pra nuk ndodh siç ndodhte dikur, për shembull që rruga Durrës-Kukës u prokurua dhe ishin 2 kompani ndërkombëtare që e morën tenderin nga AJA te zhëja dhe e përfunduan atë pavarësisht se çfarë ndodhi, abuzimeve tjera që është një histori krejt tjetër. Ndërsa sot, për shkak sepse qeveria shqiptare nuk preferon më që të fusë në garë kompani të huaja, shpik procedura prokurimi, siç është rasti i ndarjes në lote po themi të 10 kilometrave rrugë mund ta ndajnë deri në 5 lote, dhe në mënyrë të tillë kompanitë e huaja dalin nga gara. Në rastin e Llogaras, kompanitë që morën pjesë ishin kompani shqiptare. Pra në tenderin e parë ishin rreth 6 kompani shqiptare dhe sigurisht që oferta më e madhe ka qenë rreth 140 milion euro, po aq sa ka qenë në ndjenim tim edhe fondi limit. Por çfarë ndodhi? Për shkak të situatës, të pandemisë e tjera u gjetën justifikime që ky tender kompanitë që kishin marrë pjesë nuk i plotësonin kushtet dhe u anullua tenderi i parë. Më pas, qeveria shqiptare ka bërë një vizitë po themi të rëndësishme për sa i përket pasojave që do ndodhin më pas në Turqi
Dhe zoti Ahmetaj ka qenë ai që ka denoncuar në fakt dhe që ka bërë lidhjen edhe për në tjerët, pra që na mundsoi të kuptonim se çfarë kishte ndodhur realisht, ku dy prej biznesmenëve që më pas morën pjesë në bashkimin e kompanive për tenderin e tunelit Llogaras, rezulton që kanë pasur një takim me kryeministrin, zëvendës kryeministrin, ish zëvendës kryeministrin që sot ndodhet në Arati, dhe që është folur pikërisht për paracaktimin e tenderit që do të zhvillohej. Dhe ajo që ndodh më pas është që vlera e fondit limit nga 140 milion euro shkon rreth 190 milion euro. Pra ka një vlerë shumë herë më të lartë, rritje të konsiderueshme, por kam dhe një pyetje. Pa argumentuar përse po bëj kjo rritje e vlerës e kostos. Kam dhe një pyetje tjetër, është folur shumë në media që në fakt tunelin e ka ndërtuar Gjoka Konstruksion me në kontraktim. Por e keni me pamje, janë inxhinierët e Gjokës që e kanë në kontraktuar, e tregojnë bilancet e kompanisë turke Intercar ASL, të cilët kanë treguar që gjatë periudhës 4 vjeçare që kanë qëndruar në Shqipëri nuk kanë sjell asnjë pajisje, asnjë makineri të rëndë për të bërë punime. Janë bilance që tregojnë që kompania ka fituar nga gjithë tenderi, nga gjithë shuma e disbursuar nga qeveria shqiptare, rreth 1/5 e të gjithë vlerës së ndërtimit të tuneleve ka shkuar si fitim neto për kompaninë. Pra më shumë se 27 se ne kishim vlerë të përllogaritur diku të rreth 23 milion. 23 milion, por ndoshta nuk janë marrë parasysh bilancet e fundit. Dhe sa shkon aktualisht? Janë 27 milion euro dhe nëse ne shtojmë tek shpenzimet e kompanisë dhe taksat që i kanë paguar qeverisë shqiptare dhe disa pagesa për punonjësit, pra shuma i kalon mbi 40 milion euro që kjo kompani i ka gjeneruar si të ardhurat të pastra direkte nga taksat e qytetarëve shqiptar për tunelin e Llogaras. Pa kryer asnjë punim. Do shkoj tek Aranita dhe do kthehem sërish Juri sepse janë shumë interesante detajt që po jepni. Aranita, unë ju kam ftuar dhe biseduam dhe më herët për shkak se tenderi për këtë tunel, por edhe shumë tendera të tjerë të rrugëve kanë atë që ju e quani red flag ose flamur i kuq. A mund ta thuash në indikatorët e riskut që ju vlerësoni si Open Data Albania? Përse ky tender u vlerësua nga ana juaj një tender me flamur të kuq? Pra çfarë nuk shkonte në këtë histori që ju e klasifikuat si një tender potencialisht që mund të kishte korrupsion, shkelje të barazisë në tendera apo gjëra të tjera që ndoshta duhet na sqaroni vetë se si ju e përzgjodhët. Ne kemi vite që tenderat të cilët janë tenderat të rëndësishëm në disa sektorë dhe mes tyre dhe infrastruktura kombëtare, tentojmë t'i bëjmë sa më transparent, të mbledhim dokumentacionin, informacionin që lidhet me etapat të ndryshme të tenderit, dhe kemi edhe një algoritëm i cili shumë thjesht vendos pra ato inteligjencën artificiale në tendera shoqëria civile ka përdorur dhe më herët, në të cilin nëse tenderi jep disa indicje të riskut, pra ka disa algoritma, pra ju pas ka kopjuar kryeministri, po thoni me diellin. Besoj të shohim se çfarë do jetë ajo që pretendon kryeministri, por në fakt algoritmet janë krijuar. Dhe në rastin kur ne shohim që kemi tendera ku ka vetëm një operator në garë, tendera ku bëhen anullime më shumë se një herë, apo tendera ku ka më shumë operator në garë, por bëhet skualifikimi të gjithë operatorëve të tjerë, apo të gjithë operatorëve të tjerë të cilët kanë një vlerë ekonomike më të ulët se tenderi i parë, atëherë sistemi ynë merr një red flag. Dhe këtu indicia është që publikisht i kërkohet gazetarëve, auditëve, të cilët mund të jenë audite institucionesh apo auditet kontrollit të lartë të shtetit, pse jo dhe investiguesve ta shohin më me kujdes këtë lloj tenderi ose këtë lloj institucioni që prokuron tendera të tillë. Në rastin konkret të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Është tenderi më i madh, ndoshta edhe në 5-6 vjetët e fundit, që është bërë në nivel vendi. Pra një tender në të cilin janë prokuruar një sasi e madhe parash për një vepër publike e cila tashmë është e realizuar. Tenderi ka vërtet këtë histori që është anulluar një herë, nuk ka qenë shumë i qartë shkaku i anullimit, dhe më pas tenderi është rishpallur për të bërë pjesë e një fitoreje apo një procedure e cila edhe është markuar, është shënuar me red flag, apo që atëherë është thënë që ky është një tender për të investiguar për të parë, pra si një indicie. Ne nuk mund të themi që tenderi është i korruptuar, por themi që ka disa element që duhet një vëmendje shtuar dhe një kujdes i shtuar. Nga përllogaritë që ju bëni Aranita dhe nga analizimi që ju bëni, tenderat e rrugëve ju rezultojnë me problematika, pra kanë indikatorë të riskut? Karakteristikë e tenderave ose procedurave ose kontraktimeve, sidomos gjatë kohës së Ministre e Infrastrukturës ka qenë zonja Balluku, janë edhe anullimet e tyre. Pra të anullosh një procedurë në një mënyrë jo transparente ose në një mënyrë të njëanshme, kjo nuk është një element i cili e rrit besimin e biznesit tek, pra kjo tregon, anullimi ndonjëherë tregon edhe një formë mosmarrveshje, marrëveshje pazari, e cila
shpeshherë vendos dhe kjo ka ndodhur edhe tek koncesionet, të cilat kanë filluar me prokurime publike, janë shpallur fituesit, janë anulluar këto koncesione, më pas janë rishpallur dhe ose janë rinegociuar, kanë hyrë në procedura të tjera dhe zonja Balluku ka qenë ajo që na ka surprizuar edhe me konferenca për shtyp duke thënë që kemi anulluar për nevojat e institucionit tendera apo PPP në infrastrukturë rrugore, ku minimumi vonesa e zhvillimit të një projekti infrastrukture ka atë riskun e saj. Pastaj elementet e tjerë se çfarë ka ndodhur, si është dhënë kjo kontratë më pas, çfarë negociatash janë bërë, çfarë i është kërkuar ose çfarë presioni është bërë bizneseve të cilët kanë qenë në garë, është një problem i cili patjetër që ka nevojë për hije dyshimi, për rrisje, por edhe për investigime. Mund të them që zonja Balluku ka qenë shumë e guximshme me një model jo shumë juridik, jo shumë teknik, në anullimin e disa procedurave të tilla. Se këto do të pyes. Pra, ju vetë, si shihni hetimet ndaj zonjës Balluku? Mendoni që prokuroria, me gjithë këto flamujt e kuq që ju keni vënë në tendra që ka zhvilluar institucioni që ajo drejton, me gjithë këto akuza që vinë kryesisht nga opozita, po ashtu ka skandale tjera që po lini ditë pas dite, Tigri 1 dhe Tigri 2 bëhet fjalë për anijet e famshme që janë në Vlorë, pra tezet lundruese, po ashtu kemi edhe skandalin ose hije dyshimi për aeroportin e Vlorës. Si e shihni këtë hetim? Mendoni që prokurorët kanë mundësinë të kenë një dosje të konsoliduar apo e shikoni si një statistik, thënë ndryshe? Në të gjitha këto procedura që ju përmendët, përfshirë atë aeroportin e Vlorës, i cili që në momentin që është bërë një transaksion i parë dhe është larguar një nga operatorët konkurrues, kanë qenë procedura që kanë nevojë për më shumë transparencë, më shumë hetim, pse jo dhe hetim penal. Ajo që shikoj sot nuk më çudit, domethënë shumë ujëra rrjedhin, shumë zhvillime ndodhin, por hir të vërtetës edhe kjo forca politike që është në pushtet e ka këtë kulturën e të ndërshkuarit të aktorëve të ndryshëm, të rrëzuarit të figurave të veta, pikërisht për të krijuar ndoshta edhe një mbijetesë, sepse ndonjëherë duhet të sakrifikosh njerëz të caktuar brenda llojit, që lloji nuk është një njerëz politike. Zonja Balluku është numri 2 i qeverisë, është numri 2 ka qenë dhe zoti Ahmetaj, numri 2 i partisë ka qenë dhe zoti Velia. Por nuk ka fuqinë, mendoj, ose të dy nuk kanë patur fuqinë e zonjës Balluku për sa kohë që ajo ka drejtuar një nga ministrit me portofolin më të lartë dhe ka menaxhuar në një farë mënyrë secili nga këta njerëz ka pasur portofol, pra nuk themi që s'ka patur, por në këtë kontekst secili prej tyre se do pyes për fatin politik zonjës Balluku, po dua të ndalem më shumë te pjesa juridike, se më intereson shumë për çfarë. Unë mendoj që ajo ka qenë e guximshme. Në gjithë këto procedura, asnjëra nuk ka qenë procedurë e kopsitur, juridike. Ka qenë po e guximshme të anullosh një tender ose një PPP dhe ta rishpallësh më pas ose ta negociosh në forma të tjera me kontraktim, nuk janë procedura tipike për një konkurim ose për një garë të hapur. Të japësh me negocim të drejt për drejt disa procedura qeramarje që kanë kosto të lartë është guxim. A është ky guxim diplomatik, a është guxim politik? Unë nuk e di, por për mendimin tim ajo procedurë ka qenë e vështirë. Nga ana tjetër të zhvillosh procedura, të vonosh procedura, patjetër që ka guxim, po ky guxim deri në një moment ka forcë, ka trimëri, por ndoshta ke matur forcat dhe ke thënë unë jam kaq e fuqishme. Nëse fillon një hetim, patjetër që sikur të rim ne tani të themi se cili mund të jetë pa e ditur, pa pasur një burim ke ata që po hetojnë, kush është tenderi, kush është transaksioni, kush është procedura, kush është firma që është hedhur, dhe kjo firmë po e çon zonjën Balluku në një përgjegjësi për të cilën kemi dëgjuar dhe presim edhe një njoftim nga institucioni nëse do të ketë të premten pasi të komunikohet, me që kemi dëgjuar që është thirrur për të komunikuar diçka. Si autori lajmit, po ju konfirmoj që zonja Balluku është ftuar zyrtarisht nga prokurorët e posaçëm për t'ju komunikuar akuzë zyrtare. Gjithsesi ne do ta presim edhe një njoftim zyrtar, i cili besoj do të njoftohet së pari personit, i cili është shmangur për hir të detyrës apo për hir të mosbindjes emocionale. Nuk duam të paragjykojmë, sepse ka të drejtën e saj zonja Balluku, prezumohet e pafajshme, por gjithsesi e premtja do jetë radha për ta bërë këtë takim në institucion nëse është thirrur. Dhe me sa duket edhe zoti Dumani në një farë mënyrë e pranoi që ka një prokuror i cili është i inkurajuar të hetojë dhe i mbrojtur nga diskursi që pati dje në parlament. Pra ne nuk e dim se cila nga çështjet ose cila nga procedurat është ajo e cila ka vendosur më në shumë në risk ose ka ekspozuar veprimet e zonjës Balluku.
është pak për ta thënë, por ne nuk i kemi mirë qeverisur, për kundrazi i kemi bërë jashtëzakonisht në mënyra klienteliste të gjitha kontratat e infrastrukturës në vitet e fundit. Dhe për këtë nuk është përgjegjës vetëm një ministër, vetëm një portofol, patjetër është përgjegjës i gjithë Këshilli i Ministrave dhe kryetari i Këshillit të Pak më Ministrave. herët Juli, të njëjtën gjë. Juli, mund të më rendisësh disa nga tenderat, sepse ju me emisionin tuaj Plu keni investiguar kryesisht lidhjet ose më saktë nepotizmin, dyshimet për korrupsion, disa lidhje çuditshme që në fakt në pamje të parë duken të pamundura të ndodhin. Tani kush janë rrugët ose tenderat e rrugëve kryesorë që sipas jush ka shkelje dhe çfarë keni zbuluar ju në investigimet tuaja? Shiko, duhe nisur nga tuneli Llogaras. Vijon jug me rastin e rrugës Kardhiq-Delvin. Vijon përsëri. Ja, për shembull, te Kardhiq-Delvina, mund të më thuash një shkelje ose një dyshim që mund t'i orientoj prokuror edhe kjo një nga ato rrugë që është përdorur pikërisht ai pretendimi apo është propaganduar pikërisht ky pretendimi i keq projektimit për të rritur kostot në mënyrë të pashpjegueshme. Është rasti rrugës Korçërsek që edhe u shem që gjithashtu u rritën kostot në mënyrë të pashpjegueshme, kur kishte një projekt, u mori një projekt që dyshohet që ka qenë edhe ai i falsifikuar dhe rruga përfundoi me koston dyfish. Është rruga këtu ju jeni duke investiguar. Mund të jepni ndoshta një detaj pa ju cënuar në punën tuaj dhe në unë po ju them që një nga detajet e rëndësishme është që në krye të herës ministrja dhe të gjithë institucionet në varësi të saj kanë qenë në dieni që rruga po ndërtohej me një projekt të falsifikuar. Dhe ai projekt i falsifikuar çoi në dy elementë shumë të rëndësishëm. Së pari rruga u shem pa përfunduar dhe së dyti kostot e rrugës përfundon me 88 milion euro sot që ne flasim. Dhe është një nga rrugët që për fat të keq ka sjell pasoja në zonë, janë shpopulluar fshatara sot, sepse është larguar nga zonat rurale dhe nuk u shërben më komuniteteve. Vim më afër është rruga që sapo u inaugurua, Çukës Qafploç. Është gjithashtu një rrugë që u nis për të përfunduar me 75 milion euro dhe sot që ne flasim ka përfunduar me rreth 300 milion euro dhe është një nga rrugët, po themi nga cilësia teknike, nga inxhinierët që unë kam pyetur, një nga rrugët më të këqija të ndërtuara gjatë viteve të fundit në Shqipëri dhe që së shpejti do ta shihni se sa probleme do të ketë ajo për mirëmbajtjen dhe se sa fonde shtesë do të marrë ajo për mirëmbajtjen për shkak të terrenit ku kalon apo problemeve me projektin. Po vim pastaj kemi Unazën e Madhe Tiranës, kemi Thuman Kashar, kemi akse të tjera, Milot Ballder që sot nuk ka nisur ende, por edhe ajo siç e përmendi Aranita është një nga rrugët që është shpallur publikisht tenderi, qoftë edhe në media nga goja e kryeministrit apo për fushata elektorale, dhe më pas janë tërhequr dhe aty ka disa dyshime të forta pse nuk po bëhet. Sepse dyshohet që gjithashtu edhe kjo rrugë do të ndërtohet me koncesion në formën e Thuman Kashar dhe më pas do t'i jepet, do t'i vendoset trau dhe sigurisht qytetarët shqiptarë. Patjetër, dhe disa akse të tjera së shpejti do të kenë tra. Më besoni që do të ketë së shpejti edhe rruga Fier-Vlorë apo disa akse të tjera, të paktën këtë kam informacion nga bujime që thonë që së shpejti sapo të përfundojnë rrugët dytësore, edhe këto akse do të përfundojnë me tra. Ndërkohë që janë ndërtuar me taksat e qytetarëve shqiptar. Juliani po jep një detaj interesant. Në tunelin e Llogaras, nëse më ndjek, është vendosur një pagesë e cila tashmë jepet nga qytetarët, ndërkohë që tuneli, në mos gabojmë, është bërë me fondet e buxhetit shtetit. E konsideroni këtë si një zhvatje të qytetarëve shqiptarë për të dytën herë? Pra, si ta shohim raportin. Nuk është forma e dur, nuk është forma. Nëse një tunel, nëse një vepër realizohet me parat të taksapaguesve dhe taksapaguesit kanë paguar jo pak, po janë mbi 17 miliard lek për atë vepër, nuk është e udhës që po taksapaguesit, po përdoruesit e rrugës të ngarkohen dhe me taksim tjetër i cili tashmë po bëhet si sjellje në fakt dhe duket si një formë për të privatizuar të mirat publike, sepse rrugët janë të mira publike. Kështu që mendimi im është që qytetarët nuk mund ta pranojnë këtë lloj sjellje. Mirëmbajtja e një rruge nuk mund të jetë aq e shtrenjtë sa një vend i cili ka dhe taksa të tjera që merren nga karburantet apo nga mbajtësit përdoruesit e makinave të krijojë edhe këtë lloj kosto, e cila në një farë mënyrë do rëndojë njerëzit të cilët kanë vështirësi ekonomike për të kryer veprimet e tyre, dhe jo ata që ndoshta janë dhe një nivel pak më i lartë për të bërë zhvillime. Që mirëmbajtjen e paguajmë Aranita tek taksa e qarkullimit. Unë nuk mendoj që shumë vendimarrje të infrastrukturës kanë qenë vendimarrje pozitive ose të mira ose të bazuara ose të planifikuara me kujdes. Pra nuk shoh as profesionalizëm dhe as integritet në mënyrën se si qeveria Rama
me Ballukun ministër apo me të tjerë pararendës në pozicionin e Ministrisë së Infrastrukturës kanë marrë vendime për këto korridoret e infrastrukturës, të cilat edhe po vonojnë, edhe po realizohen në favor të privatëve, edhe janë realizuar me forma jo tipike, se që janë PPP-t për të cilat ne nuk kemi shumë të qartë se çfarë kostosh do na sjellin në të ardhmen, dhe mbi të gjitha nuk kemi arritur të bëjmë projekte të cilat të aktivizojnë instrumente të ndihmës europiane. Pra ne jemi një vend që dëshirojmë të futemi në Bashkimin Evropian, bëhemi treg dhe mund të kishim përfituar nga kreditimet të Bankës Europiane për ndërtim apo të instrumenteve të tjera për të bërë një infrastrukturë, qoftë të Bankës Botërore. Pra nuk jemi në nivelin e programeve që gjallin besim. Shkojmë në vetëm pak minuta publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër. Jemi rikthyer live në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër dhe po flasim për hetimet që prokuroria e posaçme po zhvillon ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, zonja Belinda Balluku, e cila pritet që të premten e kësaj jave të paraqitet përpara prokurorëve të posaçëm dhe të njihet me gjetjet e tyre. Julian, edhe këtë pjesë dy do ta nisim së bashku dhe pyetja natyrshëm që më vjen është pse mendoni ju se këto hetime ndaj zonjës Balluku ose është zgjedhur pikërisht ky moment për t'ju komunikuar një akuzë zyrtare, ndoshta edhe disa, po një kemi të konfirmuar, në një kohë që ajo vjen pas një fitoreje, duhet thënë, të rëndësishme në qarkun e Firit, mori 12, nëse mund ta quajmë edhe kështu, 12 ulse në kuvendin e Shqipërisë, po ashtu ka edhe emrat deputetesh ose deputet nominuar prej saj në kuvend, mund të themi që ka një grup parlamentare, ndoshta mund të jetë vetmja që mund të rrezikoj edhe kryeministrin nëse ajo do të rebelohet ndryshe nga zoti Veliaj apo zoti Ahmete. Pra si e sheh pse në këtë moment? Nëse unë e kam shprehur deri tjera që për Erjon Veliajin mendoja që ishte patjetër kërcënim për Edi Ramën, për Belinda Ballukun, nuk mendoj që ajo është kërcënim për kryeministrin. Dhe këtu dua dalë pikërisht tek pyetja juaj. Unë mendoj që gjatë kësaj periudhe ka ndodhur, jo nuk është kërcënim, për karrigen e kryeministit, për postin e, po themi, kryetarit Partisë Socialiste. Pra ajo mund të jetë numri 2, mund të jetë një nga njerëzit më të fortë dhe më të fuqishëm, një nga njerëzit më të besuar do ta quaja, dhe besoj dhe kam bindjen që Edi Rama ndryshe nga Erjon Veliaj nuk e ka pritur mirë lajmin për Belinda Ballukun. Kur po thoja kërcënime, kisha në kuptimin që nëse zonja Balluku rebelohet, mund të kërcënoj qeverisjen e Edi Ramës. Kjo është analizë politike dhe patjetër jam dakord në këtë aspekt, por nuk mendoj që e ka ambicje për të bërë. Ndoshta dhe ka. Por gjithsesi, unë mendoj që ka ndodhur disa zhvillime të tjera më të rëndësishme. Presioni është rritur maksimalisht. Po ju them, po nisim nga e fundit, aeroporti i Vlorës, që e përfshin direkt ministrën Balluku, që është gjithashtu një skandal ende i pasbardhur mirë, po jemi vetëm në majën e icebergut. Vim në rastet e tjera, shiko, vetëm pak javë më parë. Disa dyshimeve që kanë ngritur zoti Pacolli në lidhje me zonjën Balluku, apo keni dhe dhëna të tjera që lidhen me aeroportin e Vlorës? Shiko, mënyra se si po trajtohet. Kuptohet, por mënyra se si po trajtohet çështja e aeroportit Vlorës dhe mënyra se si po luajnë palët, dhe sigurisht që të çon që ka edhe një interes të shtuar qeveritar që të jetë pjesë e kësaj loje. Dhe sigurisht që emri më direkt i lidhur me këtë është zëvendës kryeministra, personi përgjegjës apo autoriteti kontraktor në këtë rast i kësaj vepre të madhe infrastrukturore të vendit tonë. Por e thash pak më herët, ka ndodhur disa zhvillime të tjera. Në Amerikë ish ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, mori një post në një prej kompanive, drejtuese e një prej kompanive cila ka sjell tecet lundruese që sot e kësaj dite nuk prodhojnë energji, por që sot që ne flasim kanë konsumuar 40 milion euro nga taksa e qytetarëve shqiptar vetëm për tendera për blerje karburanti dhe për linjat e tensionit apo shërbime të tjera infrastrukturore, të cilat janë para që janë shpenzuar dhe nuk po sjellin, nuk po prodhojnë energji. Është tar kaskada e Drinit në Fiers dhe nuk kemi, po themi, mbulimin e këtij vakumi energjetik nga këto dy tece lundruese, dhe personi përgjegjës dhe që e ka promovuar këtë është pikërisht zëvendës kryeministra dhe ministra e energjisë Belinda Balluku. Kemi tenderat e rrugëve që ne i përmendëm pak më herët, që gjithashtu janë një presion i shtuar, janë disa rrugë të cilat sot që ne flasim që pavarësisht se kanë përfunduar,
kanë shtuar, kanë çeduar në një farë mënyrë dhe kanë rritur shqetësimin se veprat janë tenderuar, janë projektuar dhe janë prokuruar në mënyrë të gabuar dhe janë shpërdoruar miliona euro. Pra është një presion që vjen ndoshta edhe nga forca jo të natyrshme, po themi, siç mund të jetë kohezioni i brendshëm i hetimeve në prokurorinë e posaçme. Pra mund të ketë edhe një element shtesë që unë besoj që mund të jetë më shumë se sa po themi juridik, hetimor, po mund të jetë edhe diplomatik, mund të jetë edhe i jashtëm për shkak sepse te tigrat e Vlorës për shembull fije të çojnë deri në Iranin e largët. Shqipëria ka shërbyer në një farë mënyre. Vlorës ndërkohë janë ngritur dyshime po ashtu që mund të ketë. Dhe unë po bëj një retorik të thjeshtë. Ndoshta e keni vënë edhe ju si koleg, pra, si ka mundësi që nuk na del asnjë kompani perëndimore në Shqipëri gjatë 15 viteve të fundit të përfshirë në afera? Si ka mundësi që të gjitha aferat e mëdha, po themi që nga incineratorët dhe nga aferat e tjera të rrugëve apo tendrat e energjisë, na dalin pikërisht kompani që kanë në një farë mënyrë lidhje ose në Turqi, ose në Iran, ose në Rusi, ose në shtete që kanë probleme me demokracinë, që kanë lidhje të forta me autokratët. Pra, këtu duhet parë dhe këtu duhet kuptojmë realisht. Për supervizimin e tunnelit Llogaras, për shembull, kompaninë më e kishte në Indi, për ta plotësuar atë që ju edhe termocentralet e Vlorës na erdhën nga Bangladeshi. Pavarësisht se kompania është, po kemi shumë kompani të regjistruara në offshore, për shembull siç ishte rasti i kompanisë së incineratorëve. Prapë edhe të kompania e incineratorëve kemi shkuar deri në Iran apo në Rusi. Kemi faktin e frikshëm që rafineria e Ballshit u shkri, ndërkohë që edhe fijet e asaj kompanie na çojnë deri te oligarkët rus. Pra, janë të gjitha aferat që në një farë mënyre duke sikur janë lidhur ngushtësisht me pjesën lindore të Europës. Dhe unë mendoj që ka një presion të jashtëm, në mos po them diplomatik, por ka një presion të jashtëm që ndoshta po e shtyn prokurorinë e posaçme si një mekanizëm ndërtuar nga partnerët edhe për të hetuar interesat apo për të mbrojtur interesat strategjike të partnerëve, po them strategjik, të Shqipërisë dhe që mund ta çojë këtë hetim, pra që mund ta ketë shtyr këtë hetim drejt finalizimit. Je në të njëjtën linjë me Julianin apo ke një qendrim ndryshe në raport me hetimin? Ne shqiptarët duhet ta heqim nga mendja që kur shpërdoren paratë e shqiptarëve, taksat e shqiptarëve, të mirat publike të shqiptarëve, ndërkombëtarët apo faktorët e huaj janë në vështirësi për të reaguar mirë apo duhet të reagojnë. Është tjetër gjë rasti i krimit organizuar i cili mund të jetë krim ndërnacional ose ndërkontinental dhe aty rrezikohen interesat të vendeve të ndryshme dhe tjetër gjë rasti i një populli, një kombi i cili do duhet të mbrojë vetë ose me institucione ose me votë paratë e taksa paguesve të cilat keq abuzohen apo viden. Natyrshëm natyrshëm vjen pyetja. Eviz Berberi, ja një sekond, për ta plotësuar sepse edhe un kam disa dyshime. Kam disa dyshime dhe po i shtroj për diskutim. Eviz Berberi është arrestuar në pranverën e 2024-s, është më shumë se një vit e gjysmë. Që atëherë celularët e tij kanë qenë të sekuestruar, janë zbërthyer prej muajsh të tërë. Zonja Balluku shkoi në zgjedhje, mori 12 deputet në qarkun fier dhe pa pritmas një ditë të bukur, thuaj se nuk flitej asgjë rreth saj. Jo, flitej që është e paprekshme, ose paktën ishte krijuar kjo. Ishte krijuar ky perceptim i paprekshmërisë. Dhe pas zgjedhjeve, pas rikonfirmimit në detyrë dhe marrjes një fuqie të jashtëzakonshme, duke xhelozuar edhe shumë burra e gra brenda Partisë Socialiste, dhe kupolën e kuqe në këtë vend prej shumë vitesh dhe dekadash nuk e shqetëson vetëm pushteti politik, por e shqetëson dhe pushteti ekonomik. Duke qenë e guximshme, duke qenë influente, duke punuar në shumë kontraktime të infrastrukturës, zonja Balluku ishte e fuqishme në këtë sektor të kontraktimit me para publike apo me vepra publike. Unë nuk prisja që zonja Balluku t'ishte antare e kabinetit Rama në shtator të vitit 2025. Unë mendoja që Rama që kishte bërë fushat duke folur për pasaportën europiane, për integrimin europian, për detyrat e shtëpisë që lëna nga Komisioni Europian, do kishte në krahun e tij të djathtë një zonjë ose një zotëri që do fliste për ligje, për drejtësinë, për integrimin, për antikorrupsionin. Pra prisja një Adea Pirdeni apo një Besfor Lavallari. Nuk prisja zonjën Balluku të rivinte me statusin në fjalë. U surprizova dhe mendova që kjo ka ndodhur vetëm për shkak edhe të zgjedhjeve që duhet të mbaheshin shumë shpejt në Tiranë apo në
rrethe dhe madje kam thënë dhe në një studio tjetër që më duket si një zgjidhje elektorale ky kabinet dhe shumë shpejt, ndoshta janari dhe ndoshta marsi nuk do gjej të gjithë njerëz në të njëjtën strukturë. Në fundjavë këtë Po, çështje. e kemi diskutuar. Unë mendoj që pushteti ekonomik dhe pushteti politik konkurrojnë njëri tjetrin. Pra, Unë mendoj që çështjet ishin kaq që ja potëm mblidhemin e sot, vetëm kolegu diskutoi për 10 raste tenderash apo problematikash. Por ajo që duhet them është që këta njerëz do shkojnë dhe do vinë, do lën pushtetin, do digjen politikisht, do vazhdojnë aferat e tyre të jetës, do bëjnë ndoshta edhe një lloj përballje me drejtsinë. Kemi të tillë në mazhorancën socialiste që ke Sajmir Tahiri etj. Por ajo që kuptoj unë është që këta njerëz duhet të jenë pak më të kujdesshëm. Pra kur them këta njerëz i flasin për përvjedhje, për shpërdorime, për taksa, për afera që nuk i bindin as njerëzit e thjeshtë dhe jo më ata njerëz janë investigues. Sepse në një farë mënyrë këto janë vepra publike shumë të rëndësishme për këtë vend, për zhvillimin ekonomik të vendit. Sot nuk është problemi se si do të përfundojë çështja e hetimit në SPAK ose sa do zjas në SPAK hetimi i aeroportit të Vlorës, të cilën kuptuam që ka një fazë parahetimore dhe afera, hetimi i ndonjë tenderi që ka të bëjë me infrastrukturën. Sot është e rëndësishme çfarë do ndodh me këto vepra publike, të cilat taksapaguesi shqiptar apo individi shqiptar i ka të vetat, lidhet zhvillimi ekonomik i vendit me këto, lidhet gjeoekonomia e këtij vendi. Unë do i kisha bërë thirrje Këshillit të Sigurisë Kombëtare apo Komisionit Parlamentar të Sigurisë, Avokaturës së Shtetit, të krijojë një strategji si do të punohet, si do të funksionohet me gjithë këto kontrata që vendin e kanë nxjerr në ankant, po themi, sepse janë para që ikin, por edhe janë vepra të cilat nuk realizohen. Le të flasim për portin e Durrësit. Ku është porti sot? Njëri port u bë port turistik, porti tjetër është një tender që ka 7-8 muaj që nuk po shpallet. Mendoja se zonja Balluku të paktën do mbaronte punë me atë tender, do shpallte një fitues, sepse tenderi është aty, janë 2 konkurrentë në garë, por nuk dim kur do bëhet ky tender. Kur do fillojë Shqipëria të ketë përpunim të mallrave detare, siç ka pasur. Sepse në këtë moment është shumë mirë për konkurrencën. Portet konkurrente në vende të tjera kanë të gjithë fluksin, vëllimin e punës që do ta kishte Shqipëria. Ku është aeroporti Vlorës, i cili do të jepte zhvillim dhe turizmit të Shqipërisë, për cilin ne do na vinin turistët sipas kontratës, jo nga Rinasi për të shkuar në Vlorë, jo nga veriu i Greqisë për të ardhur në Vlorë, po do të shkonin në Vlorë. Ku e kemi këtë aeroport? Kemi kaq vite që inaugurojmë, presim dhe tani kemi një çudi të konflikteve, të zhvillimeve, një kontratë qesharake aty që nuk kuptojmë pse u shit, pse u blep, kush e dha autorizimin për shitjen e parë, a duhet jepet autorizimi për shitjen e dytë. Pra, unë mendoj që vendi ka një moment shumë të vështirë dhe nuk ka rëndësi sa Balluku, sa të tjerë, ajo parti kështu ka qenë në pushtet. Sa herë që ka gjëra që nuk ecin, sa herë që duhet krijojë një armik brenda llojit dhe nuk është asgjë që ky armiku të dalë nga rreshti dhe rreshti vazhdoi të ecë përpara. Jam në 3 minutat e fundit, Aranita, se këtu do dalë tek armiku brenda llojit. Flasim për vepra publike të rëndësishme për ekonominë e vendit. Sot duhet thirret avokati i shtetit dhe t'i kërkohet çfarë mund të bëjmë me këto lloj kontratash. Sot duhet kemi SPAK-un i cili... Sepse mund të humbasim dhe në arbitrazh, apo jo? Mund të kemi penalitete shtetit shqiptar edhe nëse shkojnë në arbitrazh... duhet të shkojnë në arbitrazh dhe ta marrë atë aeroport, sepse ashtu siç po shkojnë punët, asnjë nga ata kontraktor nuk po tregon integritetin e duhur për të menaxhuar atë kontratë. Ajo duhet ishte marrë që në momentin që u shitën aksionet e kompanisë, e cila ishte vetëm kompani e cila kishte eksperiencë në fushën e aeroporteve. Pyetja fundit, Aranita, dhe kjo pyetje është edhe për Julianin më pas. Me gjaz, zonja Belinda Balluku do të paraqitet, edhe pse nuk është e konfirmuar zyrtarisht përpara prokurorëve të premten e kësaj jave. A mendoni ju që ky hetim i prokurorisë posaçme do të përcaktojë edhe fatin politik Belinda Ballukut? A mundet zonja Balluku pas vënjes në akuzë zyrtare të qëndrojë në postin e zëvendës kryeministres, ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, apo duhet largohet edhe të përballet e vetme pa mburojnë në Partinë Socialiste të mazhorancës me drejtsinë dhe me ato akuzat, cilat do qofshin akuzat, sepse s'dua të paragjykoj. E dashur Klodiana, zonja Balluku nuk ka ardhur si eksponent politik, ka ardhur si administratore një kompanie që ja caktoi kryeministri Rama. Dhe nuk është në një tragjedi e madhe karriera politike e zonjës Balluku. Jo, patjetër. Ajo që është tragjedi është fati porteve, fati aeroporteve, fati korridoreve, të cilat ja lënë të menaxhohen nga zonja Balluku. Absolutisht, por secili person, sepse po flasim për njëri me një peshë të rëndësishme brenda Partisë Socialiste. Shqetësimi më i vogël që duhet kenë socialistët, progresistët, rilindasit, shqiptarët, demokratët, sot është fati politik i zonjës Balluku. Po me të drejtun duhet ashtroj si gazetare, sepse jemi mbledhur për të folur për Belinda Ballukun. Atëherë, shqetësimi më i vogël që duhet të kenë shqiptarët është fati
fati i emrave të byros politike apo të kupolës politike që ne kemi. Ajo që duhet të shqetësoj, largohemi nga emra dhe të ndalemi tek ajo që duhet fati të shqiptarëve. shqetësoj është fati këtyre veprave shumë të rëndësishme, këtyre porteve, rrugëve, aeroporteve që janë infrastrukturë strategjike për këtë vend. Rrugë dhe porte të lëna rrugëve. Kështu i bie. Është fati i ekonomisë shqiptare. Qartë. Juli? Shka, unë bje dakord me Aranidën në këtë pikë, por sigurisht mendoj që ka një grup të caktuar brenda Partisë Socialiste që gëzohet nga kjo që po ndodh. Juli, nuk e kam personale, pyetja që bëra është kjo, ka një grupim se të duket sikur kur unë pyes për fatin politik të zonjës Balluku, në fakt nuk po pyes për emrin nominal të zonjës Balluku, po flas për postin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Pra më intereson pozicioni dhe parat që menaxhohen nga ky institucion. Se sigurisht ne në fund fare na intereson Shqipëria dhe shqiptarët. Ndryshe nga sa ndodhi me Jon Velien dhe përmenda dhe më herët në emision, ky lajm nuk e ka pëlqyer dhe ndoshta do ta ketë shumë të vështirë për ta menaxhuar në të gjithë dimensionet dhe pasojat e tij kryeministri Rama. Qëndron apo nuk qëndron në detyra zonja Balloku? Unë besoj që do të qëndrojë. Kryeministri Rama sot ka bërë një akt që në fakt unë nuk e prisja, që nuk e ka publikuar live dhe nuk e ka streamuar live siç ndodh zakonisht çdo aktivitet ministres Balluku, siç ishte rasti i prezantimit drejtorit të ri të portit. Ndoshta ky është një sinjal që ai mund të thotë që unë po distancohem, por edhe intervistat të Deutsche Welle për mua ishte një mesazh që ai në një farë mënyrë po jepte shenja të distancimit, por që sigurisht ky është një lloj mesazhi publik, por në të vërtetë kryeministri Rama sot është në një pozitë shumë të vështirë sepse unë besoj që Belinda Balluku, ndryshe nga Jon Velie, është njeriu që ja kërcënon sigurinë juridike qeverisë së tij në të ardhmen. Ja, pikërisht është ajo pyetje që unë bëra, jo ndoshta kryesimin e partisë, por sigurinë juridike. Ai do ta mbaj në postin e zëvendës kryeministre deri në momentin që drejtësia do të flasë me shkallën e dytë ndoshta, por unë besoj që ai do ta mbaj. Do ta mbaj sepse është pikërisht ky fat. Nuk e di se çfarë, por po them edhe nga dokumentat që kam parë, kryeministri Rama është shumë i lidhur me projektet që ne po flasim, që janë firmosur nga Belinda Balluku. Në shumë dokumente është dhe firma e kryeministrit Rama. Prandaj po them që fati politik është edhe fat ekonomik i lidhur ngushësisht dhe nëse prokuroria do të ketë të gjithë mundësinë për të hetuar e qetë në këtë pikë që jemi, sigurisht që edhe kryeministri Rama nuk do të mbetet pa qoftë edhe marrjen pyetje. Faleminderit Julian Hoxha nga Pluk për gjithë kontributin në shënjestër. Faleminderit Aranita Braha nga Open Data Albania. Të nderuar teleshikues, unë do t'ju lënë në shoqërinë e një dokumentari, pra pjesën e dytë që ka të bëjë pikërisht me paracaktimin e tenderit për supervizimin e tunelit të Llogaras. Për herë të parë, emisioni në shënjestër ka siguruar dëshmit e dhëna nga personat të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë histori e që ka dërguar prapa hekurave ose nën akuzë njerëzit më të besuar të Belinda Ballukut. Ndërkohë që ju ndiqni këtë dokumentar, unë ju them natën e mirë dhe ju lë takim të martën e ardhshme në orën 19:30. Evis Berberit, të cilit gjatë kontrollit në banesë nga Byroja Kombëtare e Hetimit, ju sekuestrua edhe një aparat celular BlackBerry, aty ku janë zbuluar bisedat të zhvilluara mes tij dhe shtetasit grek Ioannis Kikinezis. Kikinezis, i cili është përfaqësues i shoqërisë Hill International NV, që siç thanë del, se kishte përgatitur dokumentet standarde të tenderit të tunelit Llogaras, ku del se fituesi u shpall pikërisht shoqëria holandeze Hill International NV që ai përfaqësonte, si dhe Net Group SPK në pronësi të Walter Begaj, miku të daurtakut të drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar në këtë periudhë Evis Berberi. Por, ajo që e bën edhe më grotesk të gjithë këtë tender është se Hill International NV, për të futur në tender dhe për të plotësuar kriterin e punëve dhe shërbimeve, ka paraqitur fatura të punëve të kryera nga 2 kompani të huaja, duke dorëzuar dokumentet falsifikuara apo të rreme në përmbajtje. Shoqëria pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi, Hill International NV, rezulton se nuk ka plotësuar kriterin për punë shërbimet që të jenë realizuar nga kjo shoqëri në kufirin e parashkuar në dokumentet standarde të tenderit. Nga ana e shoqërisë Hill International NV, për të vërtetuar këtë kriter, janë paraqitur si dokumentacion provues fatura për kontrata të realizuara nga 2 shoqëri të tjera të huaja, të cilat nuk mund konsiderohen si punë shërbimi i realizuar nga shoqëria holandeze Hill International NV, pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.
Kjo gjë është pranuar gjatë dëshmisë së tij dhënë përpara prokurorëve të SPAK edhe nga vetë Ioannis Kirkinezis, përfaqësuesi i shoqërisë holandeze Hill International NV, i cili pohoi se ishin marrë dokumente nga kompani të tjera si Motra, për t'i paraqitur më pas si punë të kryera nga kjo kompani. Kriteret e këtij tenderi ishin shumë të vështira për t'u plotësuar. Në këto kushte kam folur me departamentin propozues të shoqërisë holandeze Hill International NV, në mënyrë që të kërkonin dokumentacionin edhe të shoqërive të tjera Hill International në përbot, në mënyrë që të plotësoheshin këto kritere. Shoqëria holandeze Hill International NV nuk i plotësonte dot kriteret, dhe për këtë arsye janë depozituar edhe punë të shoqërisë amerikane Hill International Inc. Të njëjtën gjë duket se ka bërë dhe shoqëria Net Group SPK në pronësitë e Valter Begaj, mikut dhe ortakut të drejtuesit të ARSH-s, Evis Berberi, gjë që vjet re edhe në dosjen e përgatitur nga SPAK në lidhje me tenderin e supervizimit të tunelit Llogaras, ku thuhet se punimet e paraqitura nga Net Group SPK nuk kanë lidhje me këtë tip tuneli autostrade, por ato janë futur në dokumentacion pa kriterin përkatës plotësues, duke pasur me siguri një koperturë shtetërore, e cila kishte menduar t'i varroste aty, pa u kujdesur se një ditë tuneli Llogaras do të ishte pjesë e një hetimi të gjerë. Shoqëria Net Group SPK e Valter Begaj për të plotësuar kriterin e punëve të ngjashme ka depozituar disa kontrata supervizimi apo mbikëqyrje. Këto punë përgjithsisht konsistojnë në mbikëqyrje dhe kolaudime të ndërtimit të veprave të ndryshme, supervizime dhe mbikëqyrje të 45 kontratave në vlera të vogla. Por konstatohet se nuk janë punë të ngjashme me punime në tunele autostradash, hekurudhash apo metrosh. Pra, nuk mund konsiderohen si punë të ngjashme me objektin e prokurimit. Ajo që vjet re më tej është se Evis Berberi mban kontakte të ngushta me Gentian Gjylin, i cili do të jetë pasardhësi i tij në ARSH pas marrjes në hetim. Por po kështu, edhe me Eral Delezin, aktualisht administratori Kesh. Gentian Gjyli, i cili edhe ky është marrë i pandehur nga SPAK bashkë me 24 persona të tjerë, në akuzën për shpërdorim të tyre dhe shkelje të barazisë në tendera, ku deri më tani janë 10 praktika prokurimit të hetuara nga SPAK, që kanë bërë në hetim biznesmen dhe zyrtar publik si dhe inxhinier të ARSH-s. Gentian Gjyli, i cili nuk doli as pak i qetë nga dyert e SPAK, nervozizëm të cilin e shprehu edhe para kamerave. Morët i pambehur sot? Po, patjetër. Për çfarë akuze? Po për çfarë akuze pra? Çfarë akuze u komunikoi prokuroria e posaçme? Por për t'ju kthyer edhe një herë tenderit të supervizimit të tunelit të Llogaras, me interes janë po kështu edhe dëshmitë që kanë dhënë pjesëtarët e stafit të kompanive që fituan garën, të cilët përveç Ervis Doçaj deklarojnë se janë kontaktuar nga shoqëria Net Group SPK dhe Hill International NV, por nuk kanë dhënë asnjë shërbim për kompaninë e Valter Begaj, që fitoi më pas supervizimin e tunelit të Llogaras, një punë e paqme, e cila nuk mund të ishte realizuar në mënyrë kaq perfekte pa bekimin e miqve të tyre në krye të punëve. Si në këtë rast, ku angjëlli mbrojtës është Evis Berberi, që jo thjesht shpërblen kompaninë e mikut të tij, por e ndihmon atë të kalojë ura zjarri, po t'i referohemi me këtë gjetje shkeljeve ligjore, që në një situatë tjetër do t'ja pamundsonin fitimin e një tenderi të tillë. Sa i përket stafit të deklaruar nga mbikëqyrësi gjatë procedurës së prokurimit, mbi bazë të cilit është shpallur fitues, ka rezultuar se vetëm Ervin Doçaj është angazhuar për të ofruar shërbimin e tij, ndërsa shtetasit e tjerë janë kontaktuar nga përfaqësuesit e shoqërive Net Group dhe Hill International NV, vetëm gjatë fazës së konkurimit, por nuk janë njoftuar më pas për të ofruar shërbimin. Kjo dëshmi, që përforcon bindjen se kemi të bëjmë me një tender thellësisht korruptiv, plotësohet edhe me të tjera të ngjashme, që nuk tregojnë asgjë tjetër, vetëm se Ministria e Ballukut i bënte tenderat jo thjesht shkelje shkollë, por as nuk kujdesi të mbronte vetveten. Tenderat të cilat bëhen ashiqare në shkelje të hapur të ligjit dhe në konflikt të pastër interesi, ku klientelizmi ishte kthyer në modalitet pune dhe dirigjimin e kishin marrë vetëm në duar drejtuesit madhor të kësaj ministrie. Një nga këto dëshmi është edhe ajo e Lulieta Kuçit, pjesë e stafit të bashkimit të kompanive Hill International, HF dhe Net Group SPK, e cila, edhe pse ajo pohon që do merrej me dokumentacionin që do të dorëzohej në procesin e tenderimit, mohon ndërkohë që të kishte dhënë ndonjë shërbim që lidhej me përpilimin e këtij dokumentacioni, që do të dorëzohej më pas nga kjo kompani në garën për tenderin e supervizimit të tunelit të Llogaras. Si pjesë e stafit të bashkimit të operatorëve ekonomik, gjatë fazës së konkurimit nuk kam ofruar ndonjë shërbim dhe as nuk kam realizuar ndonjë detyrë për këtë kontratë. Po kështu, nuk kam dieni të kontratave që ka lidhur shoqëria Net Group. Nga ajo që shikohet në vazhdim, gjithçka duket të jetë fiktive, pasi prestigjatorët e tenderave kishin orkestruar gjithçka më parë, dhe madje nuk kishin nevojë as për ekspert që do të plotësonin kriteret ekonomike.
Kjo pasi me sa duket, koha nuk u priste. Dhe fituesi i tenderit, që duket i paracaktuar, duhej shpallur sa më shpejt ishte e mundur. Aq e pak ishte nevoja e dy kompanive fituese për stafin që kishin thirrur për të formuluar dokumentet, sa atyre u duhej vetëm licenca e tyre. Këtë për ta përdorur gjatë dorëzimit të dokumentacionit të ofertës. Gjë që e pranon në vazhdim edhe vetë Lulieta Kuçi, e cila, ndërsa ishte thirrur për të vënë në shërbim eksperiencën e saj, kompania e Walter Begaj ishte interesuar vetëm për licencën që ajo dispononte, por jo për dituritë e saj, gjë që ajo vetë pohoi edhe përpara SPAK. Kur Walter Begaj themeloi shoqërinë, ai më tha të merrte licencën time dhe të më deklaronte si punonjëse të shoqërisë së tij. Në këmbim mund të merrja një pagesë minimale. Në fillim kujtoi se Walter Begaj më tha se nuk do të angazhohesha fare për ofrimin e shërbimit, por vetëm do i jepja licencën. Të njëjtën gjë deklaroi dhe një tjetër pjesëtar i stafit të kompanive fituese për supervizimin e tunelit Llogaras, konkretisht Hill International NV dhe Net Group SPK, i cili dhe ky pranoi që nuk kishte ofruar asnjë shërbim për Net Group SPK, dhe se nuk ka hedhur asnjë firmë në dokumentet që janë paraqitur në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës në lidhje me supervizimin e tunelit Llogaras, ndërkohë që firma e tij rezultonte të ishte në dokumentet që kjo kompani kishte dorëzuar në ministri. Një tjetër shkelje e rëndë kryer gjatë procesit të këtij tenderimi. Gjergj Kotori ka deklaruar se nuk ka kryer asnjë detyrë për shoqërinë Net Group SPK lidhur me kontratën që kjo shoqëri kishte me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë me objekt punimesh në objektin ndërtimi tunelit të Llogaras. Ai tha se nuk ka firmosur ndonjë dokument që është i disponueshëm për konsulentin Net Group për këtë procedurë. I pyetur në vazhdim, Gjergj Kotori tha mëtej që ai as nuk ishte dieni të ishte pjesë e stafit që do të merrej me përfilimin e kritereve të ofertës që Net Group SPK do të paraqiste në ministri. Duke ngritur supet, ai shprehu habin e tij mbi dokumentet që ju vendosën përpara në tavolinë që mbanin firmën e tij. Kjo është hera parë që unë e shikoj këtë dokument. Shkrimi dhe nënshkrimi në këtë dokument nuk janë të mit. Madje unë nuk kam asnjë dieni që emri im është dhënë si pjesë e stafit për mbikëqyrjen e punimeve në tunelin e Llogaras, pasi nuk jam njoftuar për këtë gjë. Por edhe Gjergj Kotori, ashtu si edhe Lulieta Kuçi, pranoi se në kompaninë Net Group SPK kishte vetëm një kontratë pune, por jo për tunelin e Llogaras. Dhe se ashtu, sikurse kishte ndodhur dhe në rastet e mëparshme të ngjashme, kishte qenë vetë Walter Begaj, pronari i kësaj kompanie që i kishte kërkuar licencën. Por siç thot Kotori, pa u vënë në dieni që licenca e tij do të përdorej për firmë në dokumentacionin që do të dorëzohej në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës për tunelin e Llogaras. Në praktik, që dukej se ishte kthyer e rëndomt në të tilla tendera, ku gjithçka ishte fiktive dhe e paracaktuar. Unë kam lidhur një kontratë pune me Net Group SPK pasi më kontaktoi vetë Walter Begaj, i cili për shkak të pikëve që kisha në licencë, më kërkoi që të punësohesha në kompaninë e tij. Walter Begaj më ka thënë se do të bënte disa projekte dhe se i duhej licenca ime, por në të vërtetë nuk jam angazhuar në ndonjë punë të shoqërisë Net Group. Do të jetë pikërisht ky tender për të cilin Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku është marrë në hetim nga SPAK. Prokuroria e posaçme regjistron emrin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku si person në hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Tender ku të pandehur deri më tani janë edhe Ebiz Berberi, ish drejtuesi i Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe pasuesi i tij në këtë dikaster Gentian Gjyli. Belinda Balluku, që si numri 2 i qeverisë Rama 4, është thirrur tashmë të paraqitet në SPAK mbi bazën e një shkrese që mban firmën e prokurorit të posaçëm Dritan Prençi, teksa bëhet me dije se fletëria i është dorëzuar zonjës Balluku në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Fletërie ku i bëhet me dije se në momentin e paraqitjes në prokurorinë e posaçme duhet të jetë shoqëruar nga një avokat, çka në raste të tilla lajmëron se mund të komunikohet akuzë penale, që me gjas SPAK nënkupton se do ta ushtrojë ndjekjen penale ndaj numrit 2 të mazhorancës pa mas sigurie. Në mënyrë kjo që prokurorët e posaçëm të shmangin edhe kërkesën për autorizim në Kuvendin e Shqipërisë. SPAK, që deri më tani është shfaqur tejet i rezervuar për të dhënë detaje lidhur me çështjen që po heton zëvendës kryeministren Balluku. Kjo pasi ndaj saj ka një sër kallëzimesh penale përfshirë dhe atë të tunelit Llogaras, ku vlera e tenderit që u fitua nga një kompani turke u rrit mbi 30 milion euro. Nuk dihet nëse zonja Balluku do t'i përgjigjet fletëries së SPAK dhe në këtë pozitë të re përballë drejtësisë do të vijojë apo jo të qëndrojë në postet qeveritare, apo do të zgjedhë të largohet me dorëheqje dhe ta zhvillojë betejën e saj pa mburojën e Partisë Socialiste. Detyrën e zëvendës kryeministres si ajo e ushtron që prej korrigut 2022, ndërsa atë të ministres së infrastrukturës dhe energjisë që prej janarit të vitit 2019.
ku në zgjedhjet e fundit ato të 11 majit 2025 ishte drejtuese politike në qarkun fier ku fitoi 12 mandate. Por ajo që të gjithë pyesin tashmë është nëse kryeministri Rama do ta lëshojë Benjaminin e tij, ashtu siç bëri edhe me të tjerë ministra, apo ka në kartë të tij, të cilët sot o janë pasekurave ose në arrati, dhe që Rama ka zgjedhur gjithmonë të heqë përgjegjësinë nga vetja, duke thënë se ata kanë ngrënë kumbullat e darda pas shpine. A mund të jetë ky edhe rasti Belinda Ballukut?